Përshëndetje Arban për ty dhe për të gjithë shikuesit e kanaljet. Atëherë ne jemi këtu në buroj të Skënderajt, ku familja Thaçi ka hapur dyert për ngushëllime me rastin e vdekjes së Haxhi Thaçi, babai ish presidentit Hashim Thaçi, i cili vdiq në moshën 87 vjeçare. Sipas informacioneve tona, në ora 15 në komunën e Skënderajt do të organizohet pra një orë komemorative, ndërkaq varrimi do të ndodhë nesër rreth orës 15. Haxhi Thaçi, kujtojmë se është përballur me një sëmundje kronike, ku si pasojë kësaj edhe vdeq dhe kohëve të fundit ka qëndruar i shtrirë në QKK dhe ka marrë trajtimet. Ai vdeq disa ditë më vonë pasi u vizitua pra nga djali i tij Hashim Thaçi, vizitë kjo e kryer nën masa të rrepta sigurie të gjykatës speciale. Vizitën e fundit pra e ka kryer të enjtën Hashim Thaçi, ku ka qëndruar 3 orë me babain e sëmur dhe Haga ja ka mundsuar këtë vizitë pas disa refuzimeve. Dhe pasi ka përfunduar këtë vizitë te babai i tij, Hashim Thaçi është kthyer në Hag, ku po gjykohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit bashkë me ishepërorët e tjerë të USHK-s, pra Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin. Edhe pse në gjendje jo të mirë shëndetësore, Hashim Thaçi ishte vizituar edhe në Hag nga 2 prindrit e tij në korrik të vitit 2022. Natyrisht shfrytëzoj rastin miq t'i shprehi ngushëllimet e mia dhe të gjithë medias dhe të familjes Thaçi, ngushëllime të veçanta ish presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, një dhimbje e madhe, natyrisht shumë fishohet kur merret parasysh e gjithë dhimbja që shkaktohet nga padrejtësia, nga një padrejtësi e cila